Qeveria shqiptare planifikon heqjen e taksës vjetore për ato mjetet vetjake të moshuarave mbi 65 vjeç dhe reduktimin e gjobave dhe kamatvonesave. Qëllimi i qeverisë është reduktimi i varfërisë për këtë kategori, duke i përjashtuar edhe nga taksa e pasurisë së paluajtshme. Në dokumentin e planit të moshimit 2025-2030 të miratuar së fundmi nga qeveria, bëhet e ditur se këto lehtësira vlen për taksat që vendosen për shtëpitë e banimit, pemtari në zonat rurale apo edhe për banesat në zonat turistike të cilat mund të përdorin si Airbnb. Nga përjashtimi i taksës mbi pronën do të përfitojnë 100% e pensionistëve që marrin pension social apo minimal, të cilët do të përfshihen në listën e klientit në nevojë. Nga ana tjetër, parashikohet që deri në vitin 2030 të gjithë të moshuarit përfitojnë kartën e pensionistit nga pushteti lokal. Lëshimi i kartës së pensionistit nga të 61 bashki do të mundësoj përfitimin e transportit publik falas, heqjen e detyrimeve si takse pushtetit vendor për të moshuarit dhe lehtësira të tjera në strehim apo shërbime. Disa nisma të tjera që synojnë të ndërmerren janë rishikimi i listës së barnave të rimbursueshme si dhe reduktimi i çmimeve të energjisë elektrike.